ardhur momenti I shumë pritur I mbrëmjes. Do thoni ju pse? Sepse si mbyllje sezoni, ne duhet kishim një episod shumë të veçantë, siç edhe ju apreptuam, por duhet ishte I veçantë për të gjithë ne, si për ne speakerët, si për radion, po si edhe për ju që e ndiqni vazhdimisht. Dhe do të kemi një intervistë shumë interesante, sepse ai është një personazh që gjithmonë ka sjell një copës të vetes në artin që bën. Është emocionues, është I talentuar, por mbi të gjitha është I vërtet ndaj natyrës së tij artistike. Mirpresim sonte në një lidhje të drejtë për drejtë kantautorin Shpat Deda. Mirëmbrëma Shpat. Mirëmbrëma juve, si jeni? Mirë Shpat, si të kemi? Faleminderit për këtë super prezantim, inshallah e meritoj. Meriton patjetër. Absolutisht. Po të prisni me video më Shpat, ç'ndodhi? Po mprishit live. Po të pritim me video, të shohim pak. Po psa s'po mshini, unë kam shumë I dan. Okay, në rregull. Mirë, si do qoftë? Okay, sa të pam. Mirëmbrëma Shpat më një herë. Mirëmbrëma, për shumë të drejtë. Që kemi bukur live. Shpat, ke qenë mjaft aktiv kohët e fundit dhe ne të kemi ndjekur vazhdimisht në hapet e tu. Si ka qenë kjo periudhë e vitit për ty? Si të ka gjetur? Ka qenë në fakt një përmbyllje interesante. Në tetor lansova EP albumin Hajde Mballan, që për mua është një nivel I ri, në cilin tash jam të hi. Është një zhanër I ri, pak më ndryshe, cilin nuk është se kam eksploru në mënyrë kaq thellë të kaluamën. Ky zhanri neo soul. Edhe kam gjetë një mënyrë, një formulë të re të krijimit të këtij materiali, për cilin jam shumë I motivuar me vazhdu tutje, edhe material të ri, po edhe me disa koncerte për këtë album që sapo ka lansuar, kështu që jam të përmbyll vitin I përmbushur sa I përket kësaj, por edhe shumë I motivuar për me organizu të paktën 2 koncerte vitin tjetër, ndoshta edhe më shumë, por po do mi bëj 2 koncerte pak më serioze, një në Tiranë, një në Prishtinë. Kështu që së shpejti do të vi andej me punë. Po, ti qenë ke busy, qenë ke blet punëtore. Do me thënë ne, dinim që ishe punëtor nga natyra, po. Jo ka shumë. Shpat. Unë doja të... Ja, di që kam me faza jam, do me thonë, ka periuda kur punoj, manera ja vetës një kohë për relaksu. Tash për shembull, ka vjen periuda zakonisht çdo vit kam qenë në kalu kohë, por para kësaj periude kom punuar edhe kështu tash, on and off. Super. Krimet e tua artistike janë vërtet unike, janë 1 në 1 milion qofse mund të cilësoj si të tilla. Unë doja të pyesja se si lind zakonisht një këngë për ty, Shpat Deda? Po zakonisht ndodh shumë spontanisht, zakonisht kam qef me lonën ndjenjen, që më thonë, me mdal vetë, është si një farë. Nuk di tash më ka zhvillu dhe si refleks e kom ushtru atë muskull që një kohë gjatë, që gati 20 vjetë se më skenë. Edhe mundona mos me shty me zarë kur gjohë. Edhe për këtë arsye ka periudat pauzës me secilit album që kam lansu. Edhe mundet me më nis kënga me një melodi në gitare, mundet me më nis kënga me një tekst, mundet edhe inspirimi kur të vjen ajo është gjithmonë alo momentit. Por në këtë albumin e fundit, për atë arsye po them se është një moment interesant për mua, është se ju kam qasë komplet ndryshe komponimit këngëve. Do të I kam mbledh muzikantat miqtë e mi, Nece Maxhunin, Atlin Feratin, Art Lokajn edhe Jeton Dolakun. Të cilët I përshëndesim, që jemi këtu. I përshëndesim, por me cilët në një farë mënyre kemi bashkë kriju këtë album, sepse qëllimi jam ka qenë me kriju një hapësirë të sigurt, ku na mundemi me u bë bashkë, edhe mundemi me shkëmby ide muzikore, me bo një farë brainstorm muzikor, edhe kështu me lind këngë. Edhe unë me qëllim për rimit e kom nisë procesin këtë mënyrë për dallim për albumeve tjera, nuk e kom pas as një këngë kur kom fillu me bo albume. Thjesht kam hyrë këtë proces me besimin që kemi me mujtë me nxjerr material të mirë, edhe kom caktu zhanrin ku po du me shku, edhe manena mu ka dashur më kujdes me organizu ato takimet tona, me strukturu pak, edhe shumë shpejt ka nisë me ndodh një farë magjie, se ndryshe nuk di ç'më shpjegu,
kur hen me një dhomë edhe mas 2 orëve i ki 3 kongë. Ajo është thjesht magjike. Edhe kështu kemi bërë takime dhe është bërë albumi. Ma ne kemi shku back and forth. Po magjia nuk vjen pa punë, Shpat, dhe ti e ke vërtetuar që je shumë i zellshëm ndaj punës tënde. Megjithatë ne tashmë do të shkëputemi për të dëgjuar një prej këngëve të tua më të njohura, një këngë që unë do ta përmend edhe në vijimësi të programit. Ne të kemi ndjekur, unë për veten time kam që kur ka dalë për gjithmonë që të kam marrë në ekran, kështu që për mua më duket sikur po intervistoj dikë që e kam njohur nga fëmijëria. Megjithatë ne shkëputemi për të dëgjuar instinktivisht edhe do të rikthehemi pas pak për të bërë një bisedë pak më të thellë me Shpatin. Jemi rikthyer në Lanço dhe kemi lënë një bisedë për gjysëm me Shpat Dedën, të cilën në fakt kemi qenë duke e pyetur për karrierën e tij artistike dhe për shumë gjëra midis saj. Megjithatë Sofi ka një pyetje për të. Pikërisht për karrierën tënde dua të flas sepse ka kaluar në për disa etapa, që nga Quiet Hours, Top Fest, shumë koncerte deri më sot. Kështu që si mendon ti që ke evoluar si artist ndër vite? Po një gjë që me do e mos ndryshon është përvoja bo shumë akomod në gjitha aspektet, si në studio, si në skenë, si me ato që e dënë vetë me arrit, do të intuita muzikore të mprehet. Këto janë gjëra të cilat unë i vrej edhe tash kam ma shumë guxim me i bo disa vendime, si që është ky vendime në albumin e fundit, ku jam fut në një proces ku jam fut në album të i besu procesit edhe aftësive edhe të mijave, po edhe të kretë muzikantëve. Mirë po ajo që nuk më ka ndryshu edhe që ajo që e ruj me ngulm është një afinitet me qenë shumë i sinqert me sidomos me tekstet, po dhe me atë që e përqoj përmes muzikës. Prej fillimit kur kam nis, muzika për mu ka qenë një ikje prej përditshmërisë. Nuk kam fillu sa kam qenë student për kredi diçka tjetër, në marrë me muzikë. Edhe ka qenë gjithmonë një fole e pastër kur jam largu dhe kam qenë thjesht i zhveshur prej gjithë shkapit. E këto mundona me rujt, edhe pjesa tjetër pastaj vjen me përvojë, me kohë, me ato aftësitë që mëson për gjatë rrugës, me kontaktet që i bën me gjitha këto tjera. Shpat, doja të pyesja në fakt, më herët përgjatë këtij viti ti ke bashkëpunuar me artistë të ndryshëm, të cilët kanë qenë pak larg zhanreve të tua, nëse mund të themi kështu, siç ishin në Djemt e Pintave, MC Kresha dhe Lyrical Sun për këngën Rendezvous. Si ju erdhi ideja dhe si u përshtatet ti me ta? Po jam përshtat shumë mirë, në fakt bashkëpunimi me Kreshën edhe Festimin dhe Lyrical Sun ka ardhur mas një bashkëpunimi tjetër që kam pasur me Atina Ziçirin. Do të thotë këto kanë qenë, më me thonë, bashkëpunimet ndoshta të parat në nivelit të tillë komercial si nuk kam pasur në të kaluarën. Por ka ndodhur në një periudhë kur, siç thash, në këtë kohë jam më komod me eksperimentu, me u hap pak ndaj muzikës, pak më shumë. Edhe këto kanë ndodhur, thjesht më kanë ftuar në të dyja rastet, më kanë ftuar me një pjesë e albumeve të tyre, mas pari Dafina, Manej, Pintat. Por për mu ka qenë shumë e rëndësishme për para se me u fut, se që më ka interesu me provu me bo muzikë pop, pak ma mainstream, me po qysh muj me u përshtat në muzikë, qysh muj edhe në me gjithë, a muj me gjithë në i kanë. Mirë po kam dash me u fut aty thjesht kur e di saktësisht kush jam unë muzikalisht, kur e kam një bazë të punës time, kur jam i definuar si artist, edhe kur muj me u qas aty, si artist i cili e ka një identitet vetin edhe është i definuar. Edhe menoj që në këtë rafsh ato bashkëpunime kanë funksionu, sepse kur jemi bo bashk, e kena pru se cili prej nesh një botë tonën, por në rastin e kësaj këngës Rendezvous, aty më ka dalë një muzikë që më ka pëlqyer, me të kallë drejt, thjesht jam shumë ka dalë çaj melodi dhe ka ndodhur shumë spontanisht, kemi qenë në studio, ma ka tregu Kresha çat beat. Edhe më tha e kam një gjë që kishe mujt me bëni refren të mirë dhe ka ndodhur që aty mrena 10 minuta dhe ka ndodhur që e melodi. Bukur. Po, doja të pyesja, nga ana tjetër, ke kujdes, kënga që kanë bashkëpunim me The Private Jets dhe që momentalisht ndodhet në The Top List, është një lloj homazhi apo tributi ndaj bendit bla bla bla, që ti edhe e ke përmendur, po edhe që ata origjinalisht e kanë krijuar. Çfarë rëndësie mban për ty kjo këngë që të ngjallte dëshirën për të bërë një variant tëndin?
Po nuk është veç kjo këngë, por është bendi bla bla bla, që për mua është një band shumë i bukur që e kam ndjek prej kohësh, prej kur kam qenë i ri, dhe është një ndër bendet cilët mi kanë dhënë emocionet e para live me pa një band që kënon Shqip, me një energji të shfrenume live, me një prezencë shumë të fortë, me një performancë fantastike edhe me këngë shumë bukura, edhe gjithmonë ka lënë për shtypje, edhe ai band gjithë e ka pas të unë një event veçantë. E kjo këngë veçantim ka pëlqyer shumë gjithmonë. Edhe e kam ditë që kam e bo dikur një version. Nuk ma ka marrë mendja që kam e bo në këtë tipi album, se nuk e desha qysh mundet mi nejt këtë zhanrin e soul, por thjesht kom vendos me provu edhe kom propozu, se që qëllash ne kemi qenë aventuez me krejta miqtë e mi, edhe na ka pëlqyer ideja gjithë dhe shumë edhe kemi provu edhe jam shumë i kënaqur me versionin që e kemi nxjerrë. Sidomos edhe me pjesën që me një shihet veçantë që jap edhe trumpeta kësaj këngë. Se kemi një trumpetist shumë të njohur evropian në këtë tip album, është Reinhold Collum, i cili na ka nderuar me prezencën e tij. E kemi bërë shok, e kemi taku para një vjeti gjatë Prishtina Jazz Festivalit. Jemi shoqënu edhe kemi vazhdu bashkëpunimin. Kështu që unë e menzi po pres edhe ato me pru koncert dhe me bo kreqa e ekip bashkë me bo një koncert në Tiranë edhe në... Super, gjithashtu EP-ja jote e fundit, Hajde Mballon, vjen në një format live. Pse ke zgjedhur pikërisht të formë për ta prezantuar këtë projekt? Po sepse është mas pari është diçka që mujna me vonë edhe këta shokët e mi. Mendoj që është e rëndësishme me rujt performancën live në një botë që përshkon drejt inteligjencës artificiale, edhe po mund dhe njerëz të bëjnë muzikë me një klik, por unë nuk mendoj që kurrë mund të zaventsu këtë të performuarit live. Plus që gjatë regjistrimit një këngë, kur është krejt bendi në të njëjtën hapësirë dhe bëjnë muzikë bashkë, aty është një energji ekstra, një magji ekstra, cilën ma vështirë ka në studio kur shkojnë muzikantat një ka një që shbohet normalisht. Unë dëgjoj shumë Tiny Desk koncerte, KXP, janë këto formatet ku ka bende live edhe gjithmonë ngoj, pëlqen shumë bile ka disa bende që ma shumë më pëlqen çka dëgjoj aty në Tiny Desk se sa kur ja dëgjoj albumin, për shembull Spotify. Gjithmonë ajo e ka një farë veçantie pak ma, e ka një fuqi ma të madhe. Kështu që jam inspiruar prej asaj dhe kam dashur me bëj, kam ka ardhur çështu unë e veproj shumë me intuit, thjesht më ka ardhur një ditë ide dhe veç kam vendosur me ekzekutu, kam pas vizionin çka me bëj, kam i shku dhe po më duket që ka funksionuar shumë mirë. Shpat, ne të falenderojmë shumë që ti ishe me ne sonte dhe të urojmë shumë suksese në karrierën tënde artistike. Jemi shumë krenarë për arritjet e tua dhe faleminderit që ishe i ftuari i fundit për këtë sezon në Lanço. Ne do të shkëputemi për të dëgjuar Ke kujdes, variantin e Shpat Dedës dhe The Private Jets, edhe do të rikthehemi në Lanço në pjesën e dytë. Faleminderit shumë Shpat. Shumë faleminderit.